Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për një virus që ka alarmuar botën. Disa asociojnë dhe japin një lloj barazimi me koronavirusin, por për ta shpjeguar akoma më tej dhe nëse kanë lidhje me njëra tjetrën dhe nëse është përsëri ai alarm, të gjitha këto pikpyetje që ne kemi do të na japi përgjigje mjekja Aurora Dolenberg, po ashtu presidente e Federatës së mjekëve shqiptar në Europë. Faleminderit shumë që jeni me ne. Mirë se u gjeta zoti Mario, kënaqësi. Doktoresha, çfarë është ky virus, hantavirus, dhe a transmetohet te njerëzit dhe si ndodh transmetimi nëse? Hantavirusi u bë në këto ditët e fundit shumë i famshëm, jo se është i rrezikshëm, jo se është i ngjashëm me koronavirusin ose me viruse të tjera si gripi që përhapen shumë thjesht, por nga fakti që në anije në Afrikën e Jugut vetë pasagjerët e saj anije që për 3 javë rresht duhet të qëndronin në karantenë dhe nuk ishin të drejtë të zbarkonit në ishujt e Kanareve, sepse edhe vetë ishujt e Afrikës perëndimore kishin frikë nga ky virus akoma i pa diagnostikuar, bëri që të përhapen shumë shpejt në rrjetet sociale dhe frika të kalohe shumë shpejt edhe tek popullata e gjerë evropiane, e cila në pa diagnozën që me çfarë virus kishim të bëjë të gjithë, kaluan pak edhe në atë fantazinë që dhe krahasimin që mund të ishte një pandemi e dytë. Laboratori tregoi që kemi të bëjmë me hantavirusin, OBSH-ja ka dalë me lajmërime zyrtare që nuk ka asnjë arsye as për alarm dhe as për frikë, sepse hantavirusin e njohim prej shumë dekadash. Njihet për shumë dekadash, po a ka kur, sepse flitet që nuk ka një kur për ta kuruar këtë virus? Hantavirus është një virus i cili mbartet në mënyrë të natyrshme si rezervuar tek brejtësit, janë kryesisht minjt. Vektorët e transmetimit të virusit nga kafshët, pra nga brejtësit tek njeriu. Prandaj dhe në dekadat e fundit në shumë vendet e Europës në mënyrë të përvitshme raportohen pranë OBSH raste të caktuara pozitive me hantavirus, pra është një zoonoz që prek kryesisht kafshët. Dhe shumë rrallë në rastin e një kontakti të ngushtë me minjt, sepse në ana profesionale shumë qytetar mund të jenë të përfshirë në pastrimin e magazinave të vjetra, në ato ambiente ku mbahen drithërat, pra ku minjt i gjejmë më shumë shumicë ose në pyje në zonat rurale, sidomos në Skandinavi kemi shumë raste pozitive me hantavirus dhe është një virus i cili shumë rrallë bëhet kërcënim për një grup më të gjerë njerëzish se sa më tepër preket vetëm një grup shumë i ngushtë dhe shumë i vogël i qytetarëve. Prandaj dhe deri tani duke mos qenë një sfidë shëndetësore, duke qenë se 99% të atyre që janë pozitiv me hantavirus e të kalojnë si të ishte një grip i zakonshëm, dhe përqindja e komplikacioneve serioze deri në fatalitete është më pak se sa 1%, nuk është investuar nga ana shkencore dhe nga ana e shteteve evropiane për të prodhuar qoftë një vaksinë ose një medikament, sepse hantavirusi nuk është dhe nuk ka qenë deri tani asnjëherë rrezik për popullatën e gjerë. Thënë kjo doktoresha, cilat janë simptomat e para që ne kuptojmë nëse jemi të prekur me hantavirus? Sikundër dhe pasagjerët e anijes në Afrikën perëndimore, hantavirusi edhe tek pacientët që i kemi diagnostikuar qoftë në Francë tani më ose në Zvicër kemi raste pozitive në këto ditët e fundit të diagnostikuara, është parë që në javën e parë kur pacientët janë pozitiv me hantavirus, paraqiten me shenja shumë të përgjithshme gripale, dhimbje koke, rritje pak të temperaturës, një këputje përgjithshme, rënja e tensionit, të vjella. Pra janë shenja shumë të përgjithshme të cilat jo të diferencueshme nga infeksionet të tjera virale. Është java e dytë pasi jemi të infektuar me hantavirus, e cila na tregon se si e reagon sistemi jon imunitar ndaj këtij virusi që shumë rrallë kemi kontakt. Pra, për ne me të vërtetë për pjesën më të madhe të qytetarëve hantavirus është një agresor i panjohur dhe ne nuk kemi një mbrojtje natyrale dhe antitrupat i krijojmë një javën e parë kur jemi pozitiv. Shumë pacient nuk kanë fuqi imunitare që të prodhojnë antitrupa mbrojtës natyral dhe në javën e dytë jo vetëm që nuk kemi përmirësim, por kalojmë me një rritje të mëtejshme të temperaturës dhe ethe, pra temperatura shkon mbi 40 gradë, shumë pacient preken nga varianti i Dobrovës, që është varianti sterbokrat, mund ta quajmë se aty është shfaqur për herë të parë i hantavirusit, i cili prek veshkat dhe ka prirje
hemoragjike, pra kemi hemoragji qoftë në lëkurë me pika të kuqe, kemi gjakosje nga hunda në hapësirën e gojës, mishrat e dhëmbëve gjakosen shumë shpejt, kemi hemoragjira të brendshme dhe në së fundi preken dhe veshkat, të cilat ndonjëherë arrin deri në dështim total të veshkave dhe pacienti në javën e dytë mund të bëhet pacient dialize nëse nuk reagojmë që në orët e para kur shohim që kemi përkeqësim. Dhe kemi dhe variantin numër 2 të hantavirusit, i cili nga ana klinike paraqitet me një mund ta quajmë prekje të mushkrive, quhet varianti Pulava, që është për vendet skandinave kryesisht, dhe aty kemi marrje fryme, pneumonit, pra infekcione që përhapen në mushkri. Edhe ky rast është goxha serioz në qoftë se nuk e kapim në kohë, sepse kalon edhe në dështimin e funksionit jo vetëm të mushkrive, të zemrës, dhe pacientët shumë shpejt brenda 24 orëve mund të kalojnë edhe në gjendje komatoze. Doktoresha ju thatë që ky virus mbartet tek brecit, tek minjt dhe më pas transmetohet tek njerëzit. A mund të kemi një paralelizëm me koronavirusin, duke qenë se dhe aso kohë kur shpërtheu u tha që dolin nga tregjet e Wuhanit në Kinë. Ka një lloj lidhje? Patjetër që mund ta quajmë në kujtesën tonë traumatike që kemi në lidhje me koronavirusin, gjithmonë na duket që nga kafshët vijnë infeksione dhe ky është realiteti, por ndryshimi midis hantavirusit dhe koronavirusit është që hantavirusi nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Të paktën varianti evropian në kaq dekada që ne e vëzhgojmë hantavirusin, nuk kemi asnjë rast të dokumentuar të transmetimit njeriu tek njeriu. Transmetohet vetëm nga mbretësit, pra kryesisht nga minjt tek njeriu. Dhe kjo bën që hantavirusi mos të jetë rrezik për popullatën, se për sa kohë që ai që është infektuar mjafton që të karantenizohet disa ditë, pra edhe për familjarët e tij nuk është rrezik, dhe për të gjithë rrethin shoqëror me të cilin ka pasur kontakt para se të infektohesh nuk është rrezik, atëherë stopohet infeksioni vetëm tek individi, pra nuk kalon në popullat, sepse janë fekalet e minjve, urina e tij, rruga kryesore se si kalon qoftë direkt me anë të ushqimit tek njeriu ose nga kontakti drejt për drejt tek njeriu. Dhe ky person i infektuar në momentin që ne e trajtojmë me sukses shërohet dhe nuk përbën rrezik për qytetarët. Një provë shumë e qartë që hantavirusi është i parrezikshëm për popullatën është fakti që ne në dekadat e fundit hantavirusin e kemi vetëm në dy variante gjenetike që sapo përmendëm, ato të Dobrovës dhe Pulavës, pra që prekin sa mushkrit aq edhe veshkat me komplikacione serioze, që do të thotë që hantavirusi, ndryshe nga koronavirusi, nuk pëson mutacione gjenetike. Pra nuk është se kemi nevojë për një vaksin, për diçka që jo vetëm që e trajtojmë në kohë kur e kapim, por që nuk ka nevojë të parandalohet afatgjatë, sepse e dim se ku trajtohet, se si transmetohet, dhe dim që rruga e transmetimit mbyllet tek individi. Po ashtu, nëse neve kemi në qarkullim edhe koronavirusin aktualisht, edhe pse jo në të numra që ishte në fillimet e saja, nëse bashkëqëron në trupin e njeriut edhe hantavirusi edhe koronavirusi, a bëhet më e rrezikshme situata? Patjetër që pacientët të cilët nuk e tolerojnë mirë kontaktin me hantavirusin janë pacientë që kanë një deficiencë, pra një dobësi imunitare, dhe janë pikërisht të njëjtët pacientë që reagojnë me simptoma të shtuara dhe komplikacione serioze, po ashtu edhe ndaj koronavirusit, edhe ndaj gripit, edhe ndaj shumë infeksioneve të tjera. Pra problemi kryesor në rastin e hantavirusit nuk është fakti që ai është shumë agresiv, por është fakti që disa përqindje të popullatës kanë një dobësi gjenetike imunitare ndaj këtyre viruseve dhe nuk arrin të zhvillojnë, si 99% e atyre që janë pozitiv ndaj hantavirusit nuk arrin të zhvillojnë dot një mbrojtje imunitare të natyrshme. Pra, është e ditur në infektologji, pra të gjitha sëmundjet infekciose, që nuk mund të kemi asnjëherë në nivel popullate 100% siguri që ky infekcion është i parrezikshëm për të gjithë. Pra, një përqindje gjithmonë e ulët qoftë ata që kanë një moshë të avancuar, mbi 70 vjeç, ata që kanë sëmundje kronike dhe që marrin medikamente të forta, siç janë kortizonikët, kemoterapia, pacientët me kancere të tjera, ata patjetër reagojnë sikundër ndaj koronavirusit edhe ndaj hantavirusit me infekcione
të shpeshta, të rënda që mund të komplikohen deri në fatalitetin në rast se nuk ndërhyjmë dhe japim terapinë spitalore në reanimacion. Po ashtu, doktoresha, sa e rëndësishme është që neve ta kuptojmë që jemi të prekur me hantavirus dhe më pas se si duhet të trajtohemi nëse e kuptojmë që jemi me të. Duke qenë se tani hantavirusi është listuar tek numri i viruseve që momentalisht si kundër edhe gripit testohet, si kundër dhe Covidit testohet në rast se zgjasin simptomat më shumë se sa një javë, në momentin që marrim gjak, arrim me anë të antitrupave normale, serologjike, provave serologjike të arrim të testohemi nëse jemi pozitiv ose negativ në momentin që kemi këto simptomat e përgjithshme të ftohjes dhe të gripit. Në momentin që laboratori tregon që ne jemi pozitiv, sepse e dim që kemi qenë diku në një zonë të mbi ndotur, ku kemi pasur kontakt me ushqime të cilat e dim që nuk kanë qenë të freskëta, sepse kemi dyshuar që qoftë në një erë të keqe këto ushqime na kanë bërë skeptik, ose në një shije të çuditshme na kanë bërë skeptik dhe dyshojmë që këto ushqime kanë qenë deri diku jo të freskëta dhe të mbi ndotura, patjetër që ekziston gjithmonë rreziku tek fast foodet, tek restorantet apo tek fabrikat të caktuara ushqimore që nuk i kanë të rregullat higjieno-sanitare të respektuara, pikërisht aty ne mund të infektohemi si qytetar dhe nëse simptomat e ftohjes së përgjithshme zgjasin më shumë se sa një javë, unë i rekomandoj të gjithë këto pacientë pse jo ta bëjnë një analizë gjaku tek mjeku i tyre, ta kërkojnë aktivisht hantavirusin dhe uroj që të dalim pjesa më e madhe negativ, por edhe se po dolën pozitiv, nuk është një lajm i keq, nuk është diçka që duhet kemi frikë, përkundrazi, e thamë që pjesa më e madhe e qytetarëve kalojnë letas vetëm duke pirë një paracetamol, duke marrë lëngje, duke marrë vitamina të mbështetëse, sepse nuk kemi një terapi specifike dhe një person i cili nga dita në ditë përkeqësohet dhe shfaqen qoftë këto pikat hemorragjike në lëkurë, shikon që urinimi bëhet gjithnjëherë më vështirë dhe funksioni i veshkave po dështon, fillon që të merret fryma dhe të ketë një kollë e cila nuk përmirësohet, por bëhet nga dita në ditë më keq, atëherë këto pacientë duhet jo vetëm analizën e gjakut tek mjeku, por më e mira është të shkojnë direkt në spital. Juve thatë që nuk ka kapacitetin ky lloj virusi për të kthyer në një pandemi të ngjashme me koronavirusin, por në një endemi. A mund të kthehet? Vetëm shpërthime lokale endemike mund të ketë në momentin që kemi të bëjmë me zona të gjera, sidomos metropolet, siç mund të jetë edhe Tirana, që ka një mbipopullim të madh, që ndotja në zona të caktuara është kaq e madhe sa që edhe popullanta e brejtësave, kryesisht e minjve, qoftë të kanaleve të zeza, qoftë hapësirave të cilat janë në kontakt të drejt për drejt me mbeturinat urbane, aty patjetër që nëse infektohet uji ose infektohen ushqimet, patjetër që kjo mund të kalojë në popullat dhe atë zonë të caktuar të kemi një shpërthim lokal të hantavirusit. Pra, flasim gjithmonë vetëm për shpërthime të vogla lokale, epidemike, por asnjëherë pandemike, sepse që nga në momenti që rruga e transmetimit nga njeriu tek njeriu nuk është e mundshme në Europë, atëherë ne nuk kemi frikë që të përsëritet një ngjashme si pandemia e Covidit, prandaj dhe themi në total dhe me kompetencë që pandemia në rastin e hantavirusit është e përjashtuar. Doktoresha, nuk e di, neve nuk e përmendim shpesh duke qenë se kemi kaluar të fazën e parë, por çfarë po ndodh me koronavirusin? A është duke bashkëjetuar sërish me ne dhe ne kemi fituar imunitet ndaj këtij virusi dhe mutacioneve që ajo ka amplifikuar me kohën? Duke parë ecurinë e koronavirusit në 2 vjetët e fundit të paktën pas mbylljes së pandemisë, mund të themi që koronavirusi po bëhet gjithnjë e më tepër i pjesë e zakonshme e florës tonë mikrobiale, duke i ngjasuar më tepër gripit, pra në mënyrë të përvitshme ata që janë të rrezikuar, pra të moshuarit, ata që kanë sëmundje kronike, marrin së bashku me gripin vaksinën kundër Covidit në stinën e vjeshtës dhe kanë një mbrojtje gjatë gjithë vitit.
Ndryshe nga koronavirusi, por edhe nga haptavirusi, mund të themi që nuk kemi në rastin në momentet që po flasim, sidomos për këtë frikën e një pandemie të re, nuk kemi asnjë arsye që të dyshojmë që hantavirusi mund të përbëjë një rrezik në të ardhmen, sepse siç e tham, nga ana gjenetike, hantavirusi nuk pëson mutacione. Këtë e bën gripi, këtë e bën Covid, e bën shumë viruse të tjera, të cilat pikërisht i bëjnë dhe vaksinat dhe terapit në njëherë jo efikase, dhe këtu është rrezikshmëria, qoftë në përhapje, por qoftë edhe në mortalitet të shtuar te Covidi dhe tek gripi. Hantavirusi nuk e ka këtë gjë. Ka të njëjtën fytyrë gjenetike prej shumë dhjetra vitesh dhe prandaj ne jemi të qetë si mjek, por edhe shkencëtarët, sepse është një virus i njohur, është një virus i cili duke qarkulluar vetëm nga njeriu tek miu, pra mbetet vetëm ky zinxhir i shkurtër, shkëmbimi gjenetik, mbetet i njëjti virus dhe vetëm mesazhi i higjienës dhe kushteve të mira sanitare është ajo që duhet i përcjellim popullatës. Asnjëherë frikë në lidhje me hantavirusin. Doktoresha, përfitoj nga rasti që ju kam këtu për t'ju pyetur për një tematik tjetër. Jemi në një sezon alergjisë. Çfarë duhet kemi kujdes? Tani periudha e pranverës dhe fillimi i verës është tipike për një mbivendosje të alergjive dhe të infeksioneve, sidomos atyre virale, sepse ngjashmëria e simptomave është jashtëzakonisht e lartë. Edhe një alergji ka në mënyrë të përditshme pothuajse rruf nga hundët, ka koll të thatë, ka skuqje të syve dhe shumë herë alergjikët na duket sikur kanë një grip të pandërprer, gjë që nuk ekziston. Prandaj të gjithë atyre që nuk e dinë se çfarë kanë dhe që prej javësh vuajnë nga një javë të quajtur ftohje, duhet patjetër të bëjnë një test të alergjive, qoftë të rrugëve respiratore, qoftë të lëkurës, sepse janë pikërisht polenet e luleve dhe të gjitha lëndët organike që qarkullojnë tani në ajrin e praverës, arsyeja kryesore pse kemi më shumë astma, pse kemi më shumë rinite, pra rrufën nga hundët dhe alergji të lëkurës, të cilat e imitojnë pak gripin, por zgjasin shumë herë më tepër se sa një grip. Tipike për një grip është simptomat 3 ditore deri në një javë maksimalisht dhe pastaj zhduket automatikisht të gjitha këto simptomat e ftohtë, siç e tham. Ndërkohë që na mbivendoset tani më edhe hantavirusi, i cili po ashtu si punë e gripit jep maksimalisht një javë simptoma dhe duhet të shërohet në mënyrë të natyrshme. Prandaj dhe mos të çuditemi se edhe në dekadat e fundit në Tiranë nuk diskutohet se sa raste kanë qenë pozitive me hantavirus, por ne nuk e kemi kërkuar asnjëherë, prandaj dhe raportojmë vetëm një numër të ulët të rasteve vjetore me hantavirus. Vërteta është që shifrat e zeza të hantavirusit në Shqipëri janë tepër më të larta, sepse ne jemi fokusuar në këto vitet e fundit vetëm tek koronavirusit e gripi dhe këtu shifrat janë maksimalisht të larta tani në periudhën e pranverës, por tani që kemi filluar të kërkojmë dhe hantavirusin, çuditërisht se gjitha shtetet evropiane po referojnë një shifër shumë të lartë, gjë që tregon që ka qenë pjesë e florës tonë mikrobiale, do vazhdoj që të jetë, por për sa kohë që simptomat, zoti Mario, mbeten një javore, nuk kanë komplikacione, nuk kemi nevojë të kemi frikë as nga hantavirusi, as nga korona ose nga gripi, e vetmja gjë duhet kemi kujdes, po zgjatë më shumë se një muaj simptomat, kemi alergji. Doktoresha, shumë faleminderit për praninë tuaj, shumë faleminderit për këto këshilla që ju jepni dhe shumë faleminderit që na qetësoni në një kohë që shumë prej nesh alarmohen kur ka të bëjë me viruse të tilla, por edhe situata që gjithë globin e vendosin në një shenjë alerti. Për fatin e mirë, zoti Mario, kemi të bëjmë me një alarm falso për sa i përket hantavirusit dhe vetmja këshill që mund të jap për qytetarët shqiptar është të kenë kujdes atë rregullin më të thjeshtë që është higjiena. Higjiena e dërve, higjiena në ushqimet, në gatime, kujdes në ato bizneset ushqimore ku shohim që nuk respektohen kushtet higjieno-sanitare, jo vetëm që mos i vizitojmë dhe mos i blejmë gjërat aty, por madje ta kemi edhe atë përgjegjësinë qytetare që këto raste, qoftë mbi popullimit të minjve, qoftë mbi ndotjes dhe mbeturinave dhe të bizneseve që nuk i respektojnë kushtet higjieno-sanitare, ti lajmërojmë në vendet në zyrat përkatëse të shëndetit publik, sepse vetëm kështu mund të kontribuojmë për një Tiranë më të shëndetshme dhe më të pastër. Shumë faleminderit doktoresha. Ju falenderoj shumë.
edhe për këshillën e fundit që dha.